Shkodra ka përkujtuar 34 vjetorin masakrës së 2 prillit të vitit 1991. 4 qytetarë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën. Ngjarja e dhimbshme ndodhi 2 ditë pas zgjedhjeve të para pluraliste, të cilat u fituan nga Partia e Punës, duke shkaktuar protestat e qytetarëve të Shkodrës, të cilët përbëjnë momentin e fundit të protestës kundër regjimit komunist në Shqipëri. Në përkujtim të kësaj ngjarje tragjike, omazhe u mbajtën përpara memorialit kushtuar 4 dëshmorëve të demokracisë, ku morën pjesë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të Shkodrës. Berisha e cilësoi sakrificën e tyre si një frymëzim për qytetarët që luftojnë për lirinë dhe të drejtën e votës. Martirët e votës lirë u ndanë atë ditë nga jeta, por mbetën të pavdekshëm në shpirtin e lirisë, në votën e lirë. Ndaj edhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar të sakrifikojë për lirinë dhe votën e saj. Në fjalën e tij, ai bëri një paralelizëm mes diktaturës komuniste dhe qeverisjes aktuale të Partisë Socialiste, duke theksuar se gjithçka që ata kishin luftuar për të larguar tani është rikthyer në një tjetër formë të diktaturës. Para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne ndërojnë veprat e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Bazohet në ideologjinë e një bande që kërkon të mposhtë një qytet liridashës. Dhe kjo bandë ka një kryebandit në krye, që quhet Edi Rama.